Desha shumë pritur ish kampionit të botës Anthony Joshua dhe boksirit shqiptar Christian Prenga nuk do zhvillohet në Riyadh. Organizatorët konfirmuan se eventi i planifikuar për me 25 korrik është vendosur në qytetin e Jeddah, sërish në Arabinë Saudite. Për Anthony Joshua, kjo do jetë paraqitja parë në ring që nga aksidenti tragjik me makinë në Nigeri në dhjetor të vitit të kaluar, ku humbën jetën 2 nga miqtë e tij më të afërt. Dueli ndaj Prengës konsiderohet si një test për britanikun përpara një përballje të mundshme me rivalin e tij të vjetër Tyson Fury, e cila pritet të zhvillohet në nëntor. Ky është divizioni im. Erdha vonë, jam ngritur në maj, kam ardhur tek profesionistët dhe arrita majën. Është e vështirë të qëndrosh në maj, duhet të kesh diçka të veçantë, diçka tek vetja dhe unë e kam atë zjarr. Kam mundësi për të luftuar me Prengën. Boksieri shqiptar tregoi vetë besim të madh duke deklaruar se është gati të shkaktojë një nga surprizat më të mëdha të viteve të fundit në boksin profesionist. Më vjen keq se nuk flas mirë, nuk flas. Jam tip që godas me grushte dhe jam shqiptar. Të premtoj, nëse të kap, nuk do të ndihesh kurrë si grushti im, ta premtoj. Jam rritur me Joshuan, por mendoj se tani është koha ime, duhet t'ia tregoj botës. Po stërvitem shumë, stërvitem më shumë se kurrë, ndihem shumë mirë, ndihem gati dhe më i fortë, dhe mendoj se do ta trondis botën. Me 29 fitore në karrierë, Joshua shihet si favoriti në ring, teksa 35 vjeçari shqiptar Christian Prenga ka koleksionuar 20 fitore në boksin profesionist në të gjitha me nokaut.